Tani, si historian, si e gjykon, Rusia historikisht ka qenë gjithmonë e pathyeshme, do të thonë gjithmonë ka filluar luftën keq, do të thonë edhe në kohën e Napoleonit arriti deri në Moskë, edhe në kohën e luftës së parë botërore, në fakt, gjermanët e fituan, detyruan për paqen e Brest-Litovskit 2 herë. Por në luftën botërore prap erdhi Wehrmachti, shkoi deri në portat e Moskës, Stalingradit dhe pastaj dihet fundi i tyre i tmerrshëm. Në këtë rast ka 3 vite luftë, që sigurisht nuk ka përmasat e luftës dytë botërore, por gjithsesi po shohim që deri tani nuk është kjo ofensiva e madhe shkatrimtare ruse që po themi të vër fund, të vër pikë betejës së madhe. Si e gjykon? Sot në kohën që jetojmë, natyrisht ka filluar procesi ose nëse do ta themi revolucioni i tretë për rindarjen e botës. Nëse dy rastet e para, lufta e madhe ose lufta e parë botërore dhe lufta e dytë botërore, ishte përfshirje e vendeve deri diku e menjëhershme në luftë duke shpalosur gjithë potencialin e tyre kundër njëra tjetrës për të rindar botën mbi bazën e raporteve të reja të forcës që ishit krijuar në atë kohë. Sot kemi një faktor që e kufizon mundësinë e përfshirjes menjëhershme në luftë të fuqive të mëdha, sepse ato kanë armë bërthamore dhe kjo në një farë mënyre e kufizon ose e dekurajon një mundësi për të luftuar me armë tjera konvencionale. Tashi, po t'ishte se nuk do ishte në armë bërthamore, sot Rusia është e gjynjëzuar dhe nuk mundet dot si në kohën e Bonapartit apo Adolf Hitlerit të përballojë Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk ka asnjë lloj shansin nëse edhe ti gjykon që është në fakt Perëndimi duke luftuar kundër Rusisë, jo Ukraina. Ukraina është një popull, është një vend i fuqishëm, një popull shumë vital, por krejt e pa mjaftueshme për të përballuar Rusinë ballë për ballë. Jo se Rusia, për shembull, mund të krahasohet me vendet e Bashkimit të Evropës dhe aq më tepër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por me Ukrainën nuk krahasohet. Ukraina presupozohet dhe ka realisht ndihmën e drejtë për drejtë Perëndimit dhe kjo që ndodh tani, kjo që ekspertët këtu e thonë që ishte një operacion i mirë organizuar, në fakt vjen një kohë kur vetëm para 4 ditësh Donald Trump i thot Vladimir Putinit, sepse është futur me shumë zjarreve dhe ai, do të thënë si pretendues që do të zgjidhë më një herë këto ngecit e kanë shqetësuar me sa duket shumë dhe ai tha, Vladimir tha, nëse do ishte administrata tjetër, më beso tha, do të ishte shumë keq për ju. Domethënë, dhe pikërisht mbas 4 ditësh ndodh ajo që se pritte askush. Natyrisht as shërbimi inteligjent i Federatës Ruse, dhe kjo ishte një rezultat i shkëlqyer i Ukrainës, kështu quhet, i Ukrainës, legalisht ashtu quhet, por unë them që as 5% asaj që thuhet dihet. Në kuptimin e fijeve, në kuptimin e faktorëve të mëdhëshëm që ne nuk i dimë.